i thash gruas, gru me që ke jetu 20 vjetë me mua, atër po ta bëj një ofertë, ti vizitosh 20 qytete të Evropës. 20 qytete për 20 vjetë martes. Por kjo ndjenjë e udhëtime, pastaj sikur ka bërë vend në shpirtin tim. Dhe me 2019-ën, i thash gruas, gru me që ke jetu 20 vjetë me mua, atër po ta bëj një ofertë, ti vizitosh 20 qytete të Evropës. 20 qytete për 20 vjetë martes. Dhe filluam pastaj... Merë në shambull, rini. Dhe filluam pastaj me 17 qershor 2019, me 18 ka kishte ditëlindjen, ne me 18 veç u gjendëm në Budapest, aty, ara që ta... E fillu do më thonë me Budapest. E fillu dhe prej Budapestit mandej në Vjenë, Prag, Minhen, Basel, Strasburg, shtetet e Beneluxit, deri në Oslo, në Norvegji. Atje kemi një vajzë, edhe aty qëndruam një javë, po i bëm një 1500 km vizit, pastaj u kthym në Suedi, Gjermani, Francë, pjesa e Atlantikut atje, deri në Bordeaux, Monaco, Monte Carlo, Genova, Milano dhe në shtëpi. Prej krejtësime vene? 28 ditë, 14.112 km prej këtu dhe aty. Prej tërë këtyne vendeve që i keni vizitu, cilin ashta ju ka bo përshtypje ma shumë, edhe kultura? Po, tash varet çka ne kuptojmë dhe ne me kulturën. Veshjet, ushqime... Ne shqiptarë kemi goxha kulturë. Kur ata që kanë qef veshen, vishen për merak. Ata që kanë qef ushqimin, bëjnë për merak. Dhe nuk ka dyshim, atë na pëlqejnë të tjerët. Por ajo që ne më shumë na ka bërë përshtypja atje infrastruktura rrugore, qetësia, përparësia, shënjimi i rrugëve, i qyteteve, i rrugës, po, dhe natyrisht aktivitetet shumëta kulturore, dita. Normalisht. Kuptot i ta zëmë Bazeli ka bugjetin më të madh se krejt Kosova, vetëm qyteti i Bazelit. Prej krejt nështë këti rrugtimit në për udhëtimet të ndryshme, a kishe mujt nështë me jetu në i hana i kënd tjetër përveç këtë mbujtinën e ju më në gonë që e kene? Ma mirë nuk e kem askond. Ska me Kosovë. Këtu është më smiri, sepse këtu edhe djen ideja për ndonjë poezi, për ndonjë shkrim, për me ftu dikën musafir. Ndërka që kur është në pyetje punësimi, në gjashëm, atëherë prej Prishtinës e deri në Londër mund të shkosh të punosh. Por për tjetuar, për pushuar, i qetë është fshatë.